Mirë se erdhët në episodin e fundit të kësaj sezone në Kosova Job Podcast. Najsimet pas në podcast Besa Luci, udhëheqëse e Kosova 2.0, kryeredaktore edhe bashkëthemeluese. Faleminderit shumë për ftesën. Ju nuk e sjellni lajmin si ndodh, po i shpjegoni, i zbërtheni pasojat se ka ndodhur. Sa ju keni zgjedhur vazhdimisht në Kosovë 2.0 lexoj tema që të tjerët i shmangin. Për ne gjithmonë ka qenë shumë e rëndësishme dhe vazhdon me qenë e rëndësishme me trajtu temat në atë mënyrë se kush jemi si shoqëri, kush dëshirojmë të jemi dhe kush mund të jemi si shoqëri. Të mundohemi me kriju një kulturë të tillë të punës ku secili qartë e din se cila pjesë e zinxhirit janë, edhe që nëse diçka nuk ndodh, afekton edhe tjetër. Pak për fillimit Kosova 2.0, përveç Kasarisë, se kemi pjesë e madhe e identitetit tonë ka qenë edhe programet publike.